25 vatra zjarri nga të cilat 8 vijojnë të mbeten aktive janë raportuar gjatë ditës në të gjithë vendin. Situata më problematike paraqitet në fshatrat Riban dhe Ngraçan në bashkinë e Mallakastrës. Gjatë orëve të pasdites, flakët kanë përparuar me shpejtësi në masivet pyjore duke djegur pisha. Ndonse në terren janë angazhuar zjarfikse nga disa bashki, kryetari i bashkisë së Mallakastrës deklaron se ka qenë e pamundur nga forcat zjarfikse që vatrat të izolohen. Për shkak të erave, sidomos në periudhën tani mbasdite, me afër darkës kemi një prapje të zjarrit, nëse forcat në terren për momentin do të pezullojnë vetëm e tyre, thjesht do të kalojnë monitorim. Për të parandaluar përhapje në zonat e banuara, deputeti i Mallakastrës Klevis Jahaj thotë se forcat zjarfikse dhe policia do të jenë gjatë gjithë natës për monitorim në terren. Një thirrje e ka edhe për banorët e zonës. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë kujdes dhe të jenë vigjilent, qoftë për pronën, qoftë për jetën e tyre dhe të dëgjojnë të gjithë autoritetet sipas udhëzimeve që i jepin në kushtet kur do të ketë nevojë për evakuime të mundshme. Në Riban për herë të parë pjesë operacionit nga ajri u bë edhe avioni zjarfikës Air Tractor AT-833. Avioni i përket kompanisë me të cilën qeveria ka lidhur kontratë për blerjen e 3 avionëve të këtij tipi, të cilët do të vinë në fund të vitit. Aktualisht operacionet po kryhen nga pilotët e kompanisë, të cilëve më pas do të bashkohen pilotët shqiptar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama e cilësoi aktivizimin e avionit si një forcë shtesë në përballimin me zjarret e kësaj vere. Sipas raportimit ditor të Ministrisë së Mbrojtjes, vatra aktive zjarri ka edhe në qarkun e Elbasanit, në fshatin Mjekës dhe në shqiponjë të malit të Dardhës. Me ndërhyrjen e zjarfikseve dhe forcave të ushtrisë, është arritur që situata të vihet nën kontroll, ndërsa nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në orët e mbrëmjes një vatër zjarri përfshiu edhe parcelat kodrinore Zebel në Poces të Maqellarës në Dibër, ku flakët ju afruan banesave, por fal ndërhyrjes në kohë të zjarfikseve u bë e mundur shmangja e rrezikut. Në zonën malore ndërmjet Stegopollit dhe Selskës, në bashkinë Libohov dhe Dropull, zjarri ka kaluar majën e malit dhe ka rritur intensitetin brenda një zone të mbrojtur, por pa rrezik për zonat e banuara. Gjatë ditës është arritur të shuhet plotësisht zjarri në Penkov të bashkisë Selenic, që preku 2 hektar pyll me pisha dhe 40 automjete të braktisura. Në operacionet për shuarjen e zjarrit, gjatë ditës janë angazhuar helikopterët e forcave ajrore dhe droni Bayraktar, i cili përdoret për zbulimin dhe monitorimin e vatrave të zjarrit.